Shqipëria përkujton sot 8 dhjetorin, ditën kombëtare të rinisë që shënon 35 vjet nga protesta studentore e vitit 1990, një prej momenteve më vendimtare të historisë moderne të vendit. Lëvizja paqësorë e studentëve të Universitetit të Tiranës ndezi shpirtin e ndryshimit në një vend të mbyllur prej gati gjysmë shekulli, duke rrëzuar një regjim të hekurt dhe duke hapur portën drejt pluralizmit politik dhe demokracisë. Në ndërim të kësaj ngjarje në vitin 2009, 8 dhjetori u shpall zyrtarisht festë kombëtare si ditë reflektimi dhe vlerësimi për guximin rinor që ndryshoi rrjedhën e historisë. Në këtë përvjetor, presidenti Bajram Begaj ka kujtuar idealizmin dhe vendosshmërinë e studentëve dhjetorit 90, të cilët me thirrjen e duam Shqipërinë si gjithë Europa, sfiduan regjimin dhe frymëzuan një popull të tërë. Në mesazhin e tij, kreu i shtetit theksoi se çdo hap i sotëm i Shqipërisë drejt integrimit evropian është një nderim ndaj trashëgimisë së tyre dhe një vazhdim i rrugtimit që ata nisën me guxim. Guximi dhe lëvizja rinore e dhjetorit 90 i hapën rrugën Shqipërisë evropiane. Çdo hap që hedhim sot nderon guximin rinor që rrëzoi perdën e hekurt që e ndante Shqipërinë nga Europa, shkroi presidenti Bajram Begaj në rrjetet sociale. Aktivitetet përkujtimore dhe omazhet për nder të studentëve simbolik të asaj lëvizje vijojnë përgjatë ditës, ndërsa kjo datë mbetet një apel i përhershëm për forcimin e rolit të rinisë dhe për mbrojtjen e vlerave demokratike në vend.